Çështja e vajzave të reja VIP apo jo VIP që ju e përmendët, pikërisht përmes autorizimeve të avokatëve, duke hyrë si asistente avokat. Ju dini shumë mirë që një pjesë të anëtarëve të grupeve kriminale mbajnë avokat jo një, po 2 e 3 me qëllim për të marrë kontakte të vazhdueshme me persona të ndryshëm. Dhe një pjesë dhe një teknik ligjore për të deportuar brenda në burg dhe në dhoma speciale të femrave është pikërisht autorizimi i avokatit të vetë personit arrestuar të një vajze, të cilën e pajisin fillimisht me licencë avokatie, dhe më pas i jepet autorizimi nga vetë avokati kryesor për të marrë takime me të dënuarin ose me të paraburgosurin, dhe që kjo është kohë takime speciale, bëhet takime në dhomën e burg, me dhomën e avokatit, ku bëhet takimet me klientin. Tani, duke qenë që furnizohen nga burgu, aja ta dërgon të dytë në ambientet speciale. Problemi është sa të kalos traun, pastaj po kalove traun hyre brenda nuk merret në njëri me ty. Harroje këtë pjesë. Në momentin që ti ka përceve, pastaj hyre në një realitet tjetër, ta thash që në fillim të intervistës, burgjet janë një realitet tjetër me realitetin e jashtëm që jetojmë ne. Është realitet tjetër ai.